shpejt në përvendet tuaja. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Ate e miniruar historia që të flasim sot daton që në datën 5/9/2013. Në vitin e largët. 752 datë 5/9/2013. Është një VKM. Këto VKM që janë... Të kënaqin shpirtin edhe mua. Muhabetit. Pra, pak ditë përpara se të lindte pushtetin e tij, Sali Berisha, për bulevardin e ri që të përzgjatet, domethënë deri pas Kuqanit etj, ç'bëri? Meratoi një vendim, një VKM, pra një vendim Këshillit të Ministrave, për kompensimin e banorëve që do prishin shtëpitë atje. Që do u prishin shtëpitë me dëshirën e banorëve. Absolutisht, po jo. Kur shteti ka projekte madhore, ta prish shtëpinë, po të jep paratë të pajis me shtëpi tjetër. Të thy kokën me lek shteti. Mirë, po përpara kësaj VKM-je, metri katror i zonave atje ku tek stacioni i trenit, më thënë poshtë, më thënë rrugës, ishte diku ke 800.000 lekë, variante 1.200.000. Metri katror. Se zonë afër mo, je afër jenë qëndër. Se aty është minore ke me 4.000 euro, që thuke. Jo, mirë, më pëlqen ajo. Mirë, po, që ndodhi me këtë VKM? Fiskëllë pak, iku, çmimi tokës, u katandis, ka poshi një thellë. Pse kështu mor buri? Do më thënë diku, ke 220.000 lekë, ose që ta llogarisë me eurot na kuptojnë njerëzit, 150 euro metri katrori kompensimit. Te stacioni i trenit. Po, aty, 150 euro. Që të morësh i dyqan me qerash, 900.000 lekë në muaj. Jo, më unë, tek të gjova këtë vlerë, më thënë u tura për të blerë apartamente me 150 euro metri katrori. Se kujtove që e kanë ullë dhe pronarët e apartamenteve. Absolutisht po. Që më kapën për letkash, shkollë pak, opa, për jashta. Nese me gjitha të do të filloj me hapin e parë, që është ankesa e banorëve. Ankesa e banorëve që thonë me të drejtë ku do ikim. Nuk thot njëri që nuk jam kundër, ndërkohë që banorët... Qa do të ashti banorit? E jetoj prap të stacionit e në bulevardi Zogu i parë? Jo! Banorit do të shkoj në Mamurras, në Laq ka zona, sa të duash... Ku ke shpi në Laq me 150 euro metri katror minon? Ka, në Laq djaftas afër detit. Aha, si afër detit mërë? Te plashi Patozit, si e ka, patok si e ka. Asrit Patozit. Ndinja ankesën e banorëve. Ndodhemi tek ish stacioni i trenit. Mbrapa nesh, ashtu siç duket, kanë filluar punimet për bulevardin e madh të Tiranës, ku 204 familje do të shpronsohen dhe rreth 50 të tjera që janë tek bregu i Lumit nuk janë futur fare në listën e shpronsimeve. Disa pika të nxehta që janë hasur ndërmjet Bashkisë së Kryeqytetit dhe gjithë pronarëve që kalon bulevardi i madh i Tiranës, është çmimi që këtyre banorëve ju është vënë nga Bashkia e Kryeqytetit. Gjithashtu, edhe shumica e pronave që shumica e qytetarëve i kanë të certifikuara ju kanë kaluar në pronë shtet. Problemet janë shumë më të mëdha për sa i përket shpronsimeve. Shpronsimet fillojnë me një çmim qesharak për 150 euro metri katror. Mua më ka dalë emri për shpronsim për 100 metra. Në një kohë që mua më ka vënë shigjetën aty për 200 metra, me një çmim për 75 euro metri katror. Jemi dy familje, unë me vllajin, jemi pa shtëpi dhe ne dalim pa shtëpi dhe dalim dhe pa punë, pa absolutisht asgjë. Domethënë ai më jep mua 26 milion lekë të vjetra. Ore, mos na e vini rreth helbet e pa shkollë jemi ne. Po unë desha të di. Ju për budallëj na merrin neve? Çfarë do të thuash? Ol më shkojë o shefetin. Po pse qeveria nuk na merr bereketin sa më shtrenjt? Ja hajt sa çesh në pazar. Qoftë edhe një çik më pak. Por na e kërkon ashtu për dhjam qeni fare badjava. Neve shteti na jep një badjava? Tu mrapa kamerës ndodhet shtëpia ime. Atere, mamas time, Konstanca Demiri, nuk i ka dalë emri në gazet dhe i ka dalë toka shtet, shtëpia, jo. Atere, një certifikat pronësie, ku i vërtetohet 168 metra katror, cilat ndodhen rrugën Skënder Kosturi, ngjitur me Spiro Demirin, i cili jam unë, dhe është fare e thjeshtë. Gjëra që Bashkia e Tiranës nuk do t'i shikojë. Na i kanë kthy tokën shtet, nga tokë private e babës e gjyshit është kthyr shtet. E dyta, çmimi është qesharak, 100 vjeçare pronësht. Kemi hikë të 88-ën, mas të 88-ës u kthym prap, e morëm pronën tonë me kthim komisionit pronave, kur vjej ditë bukur Bashkia e Tiranës dhe na thotë që këto toka i kanë kalu shtetit. Mos u dëshpro. Si të mos dëshprohe më tuq. Ta në jetën kam ndru për një copë tokë, e tash s'po m'lan me egzu. Mu më lindë drejta ta pyes Bashkinë e Tiranës dhe qeverinë, cilin do, që them,
Zotni, ku e ke marrë këtë tokë që më thu që është e shtetit? Ku e t'ja ke marrë? Se toka ka dy versione, o blihet o dhurohet. Në vitin 1993 ka marrë kthimin e pronës nga Komisioni Kthimi i Pronëve totalisht. 420 metra dhe 857 metra kator të kthyeme. Njëkohësisht sa herë më ka desë certifikata pronësie për këto, unë i ka marrë. Tani, në vitin 2013, u pajisha me certifikat 3 pronësie. Më dhonë vetëm 657 metra kator, 2 pjesë 196 metra dhe 420 metra mi qujtën shtet. Nuk e di me çfarë drejte është kjo, unë e ka marrë kthimin e pronave. Njëkohësisht nuk jam dakord edhe për çmimin shumë të ulët vlerës tokës. Jemi në procese gjyqësore, gjykata administrative, njëkohësisht edhe më apel. Më t'keqe vllai, dakord, po ja, si i vanë në të punë. Shtëpinë mu në mes të Tiranës, pranë një spitali. U vrajtje me Stafa dhe... Tash ku do blenë këto banorë shtëpinë 24 milionë? Një sekondë, ku do blenë. Po me shumë dashamirësi, do më thënë, në emër të qytetarëve, se vetë nuk kanë fare dashamirësi. Do ta pyesja Sali Berishën, tashmë deputeti i Partisë Demokratike. A nuk i gjenë do të një apartament këtyre, të gjithë këtyre familjarëve, shtëpi me 150 euro me të pallati ku jeton ai vetë, sepse është me të njëjtin çmim. Le ta marrë atje me 150 euro. Po pse më një shoku këtë VKM-n? Një shoku im që kishte shtëpinë aty, i çik hardhi e kishte, i baçe e kishte, ca lule e kishte, i parkim e kishte, i dhan 24 milion lek. Një jetë punoj gjyshje, papaje, ore i doli shpirti për ta bërë atë shtëpi. Po, vazhdoni me këtë. Shoku im i mori 24 milion lek në dorë, i bëri kahuz. Falenderoj shtetin, i rodhi një pikë loti. Shteti. Ndërkohë mi nderuar, duhet të ndalem pak tek historiku këtyre shtëpive, sepse shumë mu kanë thënë që kemi toka shtetet tjetër. E lëm për një moment. Kam këtu certifikata pronësie që janë shtëpitë e tyre. Kam këtu vendimet të Komisionit të Kthimit Pronave që janë tokë e tyre dëm babadën, kupton? Kanë jetuar në ato vene, qykur e hy pa u vrarë që Malstafa në Tiranë. Për ato që se kuptojnë, është tokë babe. Toka babs, po. Pra u bë një VGM me të futur, sepse në atë kohë kryetar bashkia ishte Lulzim Basha dhe bashkia duhet të argjonte shumë para për komisimin e këtyre familjeve. Çat bote Sali Berisha e uli nga 800-900.000 lekë që ishte metri kator, e çeni 150 euro që bie gati 220.000 lekë. Po jo kështu hapur. I ktheu herë në tokë shtetërore, që të justifikojnë çmimin. Disa që kishin probleme dhe pastaj do me thënë, shtëpi aty që pa u bë Tirana, do me thënë në kryeqytet, ky i ktheun toka shteti për te saj. Ore, sot është një moment shumë real që është një pyetje që trajtohet nga banorët që do të prishë shtëpiat dhe janë gati për të kompensuar, po realisht të futen diku. Okej, shtëpia jonë do prishet. Po. Nuk duam të di, okej, u prish sepse do kalojë një projekt. Po. Sot ku mund të jetojmë ne me këto para që do na të kompensojë shteti? Visi çoku tim i ka dhënë shteti 24 milion lekë. Okej. Të vjetra. E di çfarë bëm sepse shkoja ke sekretari prefektit e prefektit je po kena punë, po s'kena punë, kupton? Punë të tyre të mëdha që i mytën deri këtu punët. Shkosh në bashki për të marrë përgjigje për këtë prapje, po kemi punë, s'kemi punë, arrojnë transparencën, drejtën e informimit, pa që faqen e zesë, gjithë ku jeni e ku s'jeni. Bëra një zgjidhje tjetër, shumë normale. Vajtën një agjenci imobiliare. Jo, më Të lutem, zonjë thash, me 150 euro metri katror apartament. Ku mund të morë shtëpi në Tiranë? Ku të thatë, zonja? Është kjo zona këtu, ama zona blokut, zona këtu. Ndigje pak, të më thënë, bëhe dorën kështu? Bëhe dorën kështu? Futesh djastas, jo. Drejt. Ec, stop. Dole nga Tirana këtu. Deri kur t'ja bëj GPS-i. Dole nga Tirana. Merë pak djastas. Merë djastas. Djastas. Ku je këtu? Selia Partisë Demokratike. Oke, aty qëndro. Një rrë dhe set. Unë dëshiroj që të blej një truall tek zona i shtrenit, një truall edhe një apartament. Sa është çmimi real i tregut në agjensinë tuaj? Çmimet e apartamenteve varjojnë. Janë apartamente varet nga sipërfaqja, varet nga pozicioni ku ndodhet apartamenti. Megjithatë, çmimet mesatare janë afërsisht nga 700 deri në 900 mesatarja. Janë oferta të mira, të cilat edhe zona rreth e qarkut është goxha e mirë, është atraktive. Duke u afruar në zonat urbane, çmimi pson një rritje, sipërfaqja pson zvoglim, do të thotë që është më atraktive për blerësin, por që ka një çmim më të lartë, që varjon 1200, 1700 deri në 1900 euro për metër katror. Atëherë me 150 euro mund blesh vetëm një truall, nuk mund blesh një apartament. Që ta zhvillosh vetë si për truallet, objektin. Ambient truall me çmim 150 euro metri katror mund blesh larg zonave urbane. Do të thotë, mbi zonën Jordan Misja, 150 euro metri katror, mund blesh 150 euro metri katror, mund blesh larg zonave urbane. Do të thotë, mbi zonën Jordan Misja, 150 euro metri katror, mund blesh larg zonave urbane. Do të thotë, mbi zonën Jordan Misja, 150 euro metri katror, mund blesh larg zonave urbane. Do të thotë, mbi zonën Jordan Misja,
po goxha larg, jo afër banimit. Mund të blesh në zonën e autostradës Tiranë-Durrës, rrallë në Allias, rrallë mund të gjesh në zonën e rrugës Elbasanit, e cila ka pasur një rritje çmimit, por dhe shumë toka janë të shitura, do të thotë që nuk ka oferta në treg. Zona jashtë zonave urbane, me këtë vetëm në ato zona mund të blesh me këtë çmim. Oh, zoti madh, kesh mirë e bukur në shtëpinë tate e në tokën tate. O, shokë, çake. janë ja 50 familjet e Bregu i Lumit që si kanë pjerdhur fare. Që që jeni mirë. Meni ato lek futin në bank. Çfarë të bëjnë me ato lek se më çmene? Ti fusin në bank. E çfarë bëjmë në bank? Di çfarë do blej visi ky shoku im? Një nga këto stolat në bulevard. E ka edhe për të fjetur poshtë, edhe për një plasmas. Edhe për një lartë, Tikzoni. Si krevat marinari. Ama do thoni, e kam pas shtëpinë në bulevard. Vetëm në këtë palovënd. Do më thënë palovënd sepse i drejtojmë institucioneve përkatëse. Bashkisë dhe qeverisë nuk në rrinë akoma. Janë banorët, janë pleqe plaka, të rinjët, burra, gra, fëmije, ku diun çfarë tjetër, që do të prishet shtëpia, edhe i thonë, ikni ku doni. Si më ikni ku doni? Jo më shtëpinë time në ratin time. Do të bosh një rrugë tre, tapesh shpatllash, në qomë shtëpi tjetër, edhe bo aty çfarë dush, banjë publike boje po dëshë. Do të pengoshti zhvillimin e Tiranës? Absolutisht. Zhvillimi. Do të pengoshti që bulevardi Zogu i parë të bëhet Zogu i parë. Si mund më qiti që për shtëpije mua? Meri ato lek. Jo, fare. Futin bank. Mos merrni ato lek, bëni gabim, merrni para. T'ju kompensoj me metri siç është mirë, të kthehet kjo palo VGM, edhe të shkon në gjithë secili shtëpi juaja. Të dashur qytetar, merrni ato lek, futin bank. Do dilni edhe të rruar, edhe të qethur, edhe të... Lere! Jo, më lërë të them. Doja bëj edhe shtetin me shnet, edhe legend ju qetha, ha? Buçka, të rrujta e qetha, bukur. Pra, kjo është historia. Më thoni si duhet veprojnë këta banorë. Janë mes 4 rrugëve, më va. Me 150 euro metri katror. Pikë e zezë. Mes 4 rrugëve. Ka banorë që s'kan rrugë fare, të pasan 4 rrugë. O, perëndije madhe. 4 rrugëve janë bërë dhe këmë, 4 rrugëve të shiakur. Sigur s'ni gjo, kupton? Ky ishte shqetësimi dhe halli madh i banorëve që do të prishin shtëpitë për të bërë bulevardin Zogu i Ta burnone, ta bëjnë kom bulevardit ashti. Bulevardit Boxholla me autostop, bukur. Do të themi vetëm pas pak për të treguar për një qasje të re të kësaj qeverie, ose institucioneve shqiptare, për transportimin e dosjeve. E ti di si transportohen dosjet? Në kushte të larta sigurie. Bravo. Kthehemi pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë-Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.